ndër rreziqet që në fakt e kemi trajtuar disa herë është edhe çështja e teknologjisë. Kemi një rast që ka kërkuar njëri të marrë kredi në Francë dhe i kanë thonë që nëse të miratohet kredia, ti do paguash, nëse nuk të miratohet, sigurimin e kredisë, diçka e tillë, nëse nuk të miratohet, s'ke asnjë detyrim. Sigurisht, të gjithë ju miratohen në atë rast, kishte 200 letra, e njeriu me vulat bukura me ngjyra tjera, kishte paguar diku 800 ca euro dhe sigurisht kredin se mori kurrë. Pra tek pjesa e mashtrimeve online ose ato mesazhe që na vijnë. Jam në djenita ati rasti. Problemi është që duhet jemi shumë të kujdesshëm tek gjithë këto mashtrimet online, cilat shpeshherë vijnë si viruse, ose unë mendoj që pjesa më e madhe e konsumatorëve është vulnerabël për sa i përket teknologjisë, sepse ne nuk i dim të gjithë elementet e sigurisë. Shpeshherë kemi parë nëse vjen një njoftim ose një mesazh edhe ju e postoni shumë shpesh që mos e hapni sepse është virus ose kërkon që t'ju vjedhin të dhëna, ose ti futesh në faqe dhe bën blerje në faqe që nuk janë fare të autorizuara dhe produkti nuk të vjen fare për shembull, sepse nuk ke informacion. Dhe pa harruar dhe këto kontratat që lidhen online me telefon, ose tek kontratat e lidhura jashtë qendrave tregtimit, që janë këto që na vijnë pranë banesave, konsumatorë tipik të cilët preken ose lidhin këto kontrata janë pikërisht mosha e tretë, dhe pastaj këta e gjejnë veten që vetëm kanë lidhur këto kontratë, po kanë lidhur dhe një kontratë kredie me anë të së cilës do të paguhet pikërisht produkti që ata kanë blerë.